Amerika po bën dëmet pa para në Iran, ushtarakisht flet. Me bombardime, me kosto minimale. Kemi vetëm 4-5 ushtarë amerikanë deri tash të vrarë. Kemi bombardime bazash që është thjesht dëm ekonomik, më kupton logjikën, pa ndonjë vlerë të madhe. Kemi të bëjmë si thosh me humbje dollarësh për shkak të armatimit të harxhuar. Po nuk kemi ne kosto të mëdha kësaj lufte. Pra Amerika nuk po humbet në gjë të madhe. Vëndëraunit po humbas. Çmimi i naftës, turizmi, shumë gjëra tjera. Po problemi qëndron që këtu diskutimi është aftësia e Iranit për të përgjigjur. A do shkoj puna për negociata apo jo? Kjo është çështja. Ta shpjegojmë pak. Omani ka qenë vendi i negociatave. Nuk është bombarduar nga Irani. Rusia është aty gati për negociata. Që do thotë, potenciali për negociata ekziston, ata që nuk i duan negociata vetëm izraelitët. Pse ata duan luftë në shkatrim të Iranit. Ata duan kaos në Iran. E duan me çdo kusht. Duan që të shkatërrohet Irani si fuqi. Interesi i Amerikës nuk është shkatërrohet Irani, sepse të gjithë refugjatët do shkojnë në Europë. Ma kuptove logjikën. Dhe Trumpi po mbështet shumë forcat konservatore kundër ardhjes së emigrantëve në Europë. E kuptove logjikën. Izraeli është interesuar, siç ka bërë me Soros, që e mbush Europën me lloj emigrantësh për ta shkatruar Europën dhe për të shpikur një konflikt musliman krishterë në Europë. Më kupton logjikën? Janë interesuar për këtë. Amerika jo. Amerika nuk do që Europa të mbushet me refugjatë të Iranit. Izraeli po bën çmos që të prodhoj kaos në Iran, që të shkojnë gjithë në Europë, ta shkatërrojë dhe Europën. Pra, koncepti është shumë i rëndësishëm. Kjo luftë, sa ditë do zgjasi, sa javë do zgjasi dhe kush do të jetë finalja. Grupi që e ka marrë në dorë Iranin është ai që do Izraeli. Më agresiv. Dhe këta duan të shkatërrohet Irani deri në iranian e fundit në luftë me imperializmin amerikan. Amerika do me çdo kush që të fitoj pikë dhe Amerika në botë, që të gjendet një zgjidhje. E kuptove logjikën. Me kushtet që janë përcaktuar. Kushti A, armatimi bërthamor, për perspektivën flasim, dhe kushti B, që mos ta ketë. Ja, mos ta ketë. Dhe kushti B, Në sa drejt është kjo, Altin, për të që Irani mos ta ketë, domethënë. Ta shpjegoj. Po që vendet tjera, Izraeli Amerika është e pushtuar nga këta. E ram dakord për këtë gjë? Për izraelitët. Po. Jo izraelitët. Judet. Po. Amerika është e pushtuar. Për aq kohë është e pushtuar do bëj çmos të vrasë edhe president, siç e vrau Kennedy. Për këtë arsye e ka vrarë Kennedy. Për armatimin bërthamor të Izraelit e ka vrarë. 63. Edhe vllajën e vet. Ata janë gati të vrasin gjithë presidentët në Amerikë. Kur vjen puna ke interesat e tyre. Interesi i tyre de jure është armatimi bërthamor i Iranit, që rrezikon ekzistencën e Izraelit. Pasi Ayatollah gjithmonë prodhoi narrativën që duhet zhdukur Izraeli. Dhe atëherë ne jemi luftë për mbijetesë, duhet zhdukim Iranin. E kuptove logjikën. Që është projekti Samson i famshëm. Po. Dhe Izraeli ka një armë dorë që quhet projekti Samson. Ç'është projekti Samson? Hedhja në erë me bombë atomike të 100 qyteteve në botë. Amerikë, Evropë, kudo tjetër, në qoftë se Izraeli do bombardohet me bombë atomike. Quhet projekti Samson. Do goditet New Yorku, Washingtoni, Los Angelesi, Parisi, mos u habit për të që të them unë, nga Izraeli. Po pa fa Izraeli, s'digja. Po. Ata kanë të shkruar në projektin e tyre, në qoftë se Izraeli do të cënohet me bomba bërthamore, do zhduket apo? Prandaj ndoshta edhe Amerika insiston që mos ketë bombë bërthamore. Që të zhduki projektin Samson. Nga diskutimi. Sa thella që s'po flasim as gjë nga ato siç flitet media. Mos. Po pse jam censurën? Që mos të këtë gjëra. Që të gjoni budallishe. Që të gjoni budallishe. Sa ndora ka censuruar të më fusi prapë në censurë. Po më fali sekonda. Mediat duhet të prodhojnë budallëk, që diqe. Unë i vetmi njëri që ndjek. Unë jam i vetmi në Shqipëri që prodhoj budallëk. I vetmi që ndjek në Shqipëri. Jam i vetmi që më thonë ky që tall trapin me rob. Altin unë i vetmi që ndjek në Shqipëri me shumë seriozitet dhe me shumë vëmendje është vendi Tan Goxhaj. Jo se kam bërë me Goxhaj, s'kam as lidhje familjare. Fisnore. Është i vetmi kompetent që flet për këtë temë. Natyrisht, unë dhe ai kemi pikpamje ndryshme në raport me Amerikën dhe Europën dhe Azinë dhe gjithçka tjetër. Për ashtu ideologjike. Po shumë i saktë ai njeri në argumente. Dhe është i vetmi që ka truta e veta. Nuk vjen ai të bëj papagall. Lexojnë këta 5 fjalë tu dhe i thonë për podcast apo në emisione mos. Jo, i e duke shpjeguar shumë mirë. I e duke Shpresoj.
Ajo që kuptoj unë. Unë do doja që gjithë ata që na ndjekin, që ndoshta janë edhe ata që ushqehen dhe kanë informacione më shumë se sa ne, ose kanë një botkuptim tjetër, një tezë tjetër, na shkruan në komentoni. Që javën tjetër ose në vazhdim ta nisim me ato. Ti shpjegojmë. Po jo, ta nisim me ato. Absolutisht. Që mos duket sikur po flasim për çart, domethënë, por e gjithë gjëja, majsa po e gjithë narrativin që po bën Altini, më lidhet. Edhe unë pse kisha pikpyetjet e mia nga ato gjëra se çka bëj, edhe që diskutojmë her pas here edhe tek Pisku në një rubrikë që kemi ne Pisk System, që kemi bërë një rubrikë Pisk System, po do t'ja gjejmë edhe emër këtë rubrikës tonë. Rubrikës tonë, do gjejmë emrin në marrëveshje. Do bëjmë dakord tjerë për emrin, do bëjmë marrëveshje. Ariu Dragoj. Tani, Turqia a mund të përfshihet për atë që thash? Ja ta mbaroj pak se më ngeli pa mbaruar vetëm një argument i thjeshtë. Koncepti është që Amerika do lufta të mbarojë sa më shpejt. Për të zhbërë projektin Samson. Por e vetmja kusht që të marrë projekti sa më shpejt është që Irani të bi dakord me Amerikën. Po, me këto njerëz që janë tani, që janë zgjedhur tani në vend të janë më keq. Është më keq. Ka më të vështirë do. Sepse këta janë gati të vitet e iraniani i fundit. Mohamed Hitlerin, dreke berlinezi i fundit. Në qoftë se ata nuk përballojnë Rusin, e meritojnë të vdesin të gjithë. Këta nuk e përballojnë Amerikën dhe Izraelin, e meritojnë të vdesin të gjithë. Këto janë filozofitë e këtyre mostrave që janë në leadership. Irani ka potenciale politike të brendshme, aty që i ka mbrenda, jo këta të diasporës, këta të kontrolluar nga Izraeli gjithë, të jashtëzakonshme. I ban arrest shtëpia. Kryeministra të Iranit. Kanë qenë kryeministra vëlla, super njerëz. Në qartë, e kuptoj. Jo vëlla, këta janë pjesa më e keqe e shoqërisë. Këta janë ata që kanë bërë gjithë pisliqet e Iranit. Le të shtojnë njerëzit që Irani heroik përballë Izraelit poshtër. Nuk funksionon kështu logjika. Nuk funksionon kështu. Është ndryshe logjika. Një vend duhet kujdeset për veten e vet, pastaj për të tjerët. Dhe aty ka potenciale që i bajnë në arrest shtëpie. Që nuk janë nga këta të Izraelit, janë përkundrazi, janë patriot, kanë qenë kryeministrat që kanë qenë përpara Iranit. Prandaj kanë rrëzuar. Ahmadinejadi ka qenë një nga mostrat përkatëse. Tani kthehemi ke argumenti më themelor i perspektivës së lufte shpejt. Fuqia amerikane është që të godas me shpejtësi sa më shumë objektiva, që të detyrojë Iranin të jetë lakuriq. Çdo thotë, pranoj marrëveshje. Izraeli është interesuar që të vrasë fëmijë nëpër shkolla për të bërë të pamundur marrëveshje. Bëj fasflage me Arabinë Saudite, të bëj çdo lloj gjëje. Pra kjo është realiteti midis palëve. Amerika në këtë rast shpreson që me bombardime tapet që po bën, të vijë një moment që Irani thotë, "Ore, nuk kam më si përgjigje. Pra nuk kam më raketa me gjujt në përvendet e tjera." Po, ta harxoj le të themi. Ta harxoj, ta konsumoj. Ta konsumoj, po. Kjo është e gjitha. Nuk e di strategjinë e leadershipit iranian, që t'jap mend, por di them një gjë. Putini aty është për marrëveshje. Pra, Irani nuk vuan për marrëveshje. I ka gati të gjitha. Nuk do marrëveshje. Do të bëhet, sepse si është kjo punë? Ata do bombardojnë, po themi, ambasadat, do hedhin bomba nëpër ambasada, nëpër botë. Më kupton logjika. Kjo do bëjë një armiqësi të botës në Iran. Apo. Irani ka një leadership që nuk janë ndjen për këtë gjë. E kuptova logjikën. Ky leadership nuk është i mirë, është i keq. Është armiqësor me Iranin, pavarësisht se del si patriot. Po dhe ka shumë njerëz nga që e urrin Izraelin thonë ne jemi me ajtollat. Nuk e kuptojnë dot që këta e marrin qafë. Këta do Izraeli të ketë Irani. Izraeli do që sa më shumë të këqinj të drejtojnë Iranin, që të justifikohet shkatrimi i Iranit. E kuptoj, e qartë. Kjo është ajo që duhet mesazh për ata që na ndjekin, se mund të keq kuptohemi, ata mund të mendojnë që ne jemi me Izraelin kundër. Nuk po kuptojnë asgjë që ne jemi me paqen dhe me njerëzit, me të vërtetën. Ata nuk e kuptojnë dot që kjo luftë ka gjithmonë një kancer të brendshëm që vazhdon prej shekujsh, i cili synon që dhe armikun ta kontrollojnë nëpërmjet leadershipit që ata duan të ketë. Jo se është i tyri, jo se është agent i tyri. Po që është ai i duhuri për të bërë këtë gjë. Po. To thjesht me ngacmimet e tyre, po bëjnë që të shkojmë më për keq. Tani dua të përgjigjem pyetjes për Turqinë. Për Turqinë, po. Ajo është ajo që na Turqia ka ndihmuar zyrtarisht Iranin dhe do ta ndihmojë prap këto ditë që flasim për të përballë me armatimin e kurdëve. Ta theksojmë këtë gjë. Kurdët kanë një aleat që quhet Izrael. Ti themi gjërat siç janë. Po, siç janë. Dhe Izraeli po mundohet të fusi kurdët për luftë civile në Iran. Irani ka aleat Turqinë këtë pikë. Fiksoj këtë fjalë që po them, Turqinë. Turqia ka ndihmuar Iranin
me inteligjencën ushtarake turke që të godas gjithë trupat e kurde të armatosur. Në rastin konkret në këtë luftë që po ndodh. Po, në këtë luftë që po ndodh. Pra, koncepti është që konflikti Iran-Turqi duhet marrë në konsiderat me rezervën e interesit iranian dhe turk që të mos lejojnë trupat kurde të përdoren për luftë civile, pasi kjo të shkojnë Turqi pastaj. Dhe siç e tha para 2 javësh, ministri i jashtëm i Izraelit, ish kryeministri i Izraelit, nuk e mbaj mend kush ishte, tha Turqia do të jetë Irani i dytë.